Ditët e fundit është parë një përplasje e zotit Rama me Beqet Pacollin lidhur me aeroportin e Vlorës. Pse ka ardhur kjo përplasje dhe a besoni që po tentohet që po themi Pacolli ti merret te drejta ekskluzive menaxhimit të aeroportit? Unë këtë rast e njoh mirë. E para e kam zërin bilbilti, sepse nuk u bëra pjesë, pavarësisht që mu ofruan vetëm të merja pjesë si figurë. Dhe edhe jam krenar për t'i gjeti, që nuk u bëra pjesë e ngjese publike apo pjesëmarrjes se si të organizoheshin disa digjesa dhe unë vetëm doria, edhe do kisha një sasi të caktuar, imagjinoni. Dhe ka filluar me një proces të pistë. Vetë aeroporti i bie më qafë, do thuash ti që spyesin për ca leleke, për ca pelikane dhe për ca zoj që shtektues e futurus, nuk është ashtu pra. Sepse kur vepron në formë kurbani ndaj natyrës, që ditë kërkon të fillosh diçka, edhe ajo ashtu do të vedi. Pra, edhe vetë Zoti Pacolli, në kushte të tilla e mori, pa investuar lek, dhe ishe Zoti Rama që ka Xhaverin Gjeqari e di në mënyrë perfekte gjitha e curin e çuarjes së procesit nga lek publik, pa paguar asnjë lek investitori, duke shteti shqiptar vënë dispozicion disa asete ku merr lek bankar dhe pastaj shlyen edhe bankën edhe detyrimet e bankës dhe e merr një biznesmen i caktuar, siç ishte në rast Zoti Pacolli, dhe normal që Zoti Rama mjeshtër i këtyre specialiteteve, normal që do t'ja merrte, se ashtu ja dha, ashtu ja mori, për t'ja dhënë dikujt tjetër. Pra, unë mendoj që dhe shpreh këtë lloj jo pa kënaqësi, po një lloj mungese dinjiteti i këtij kombi, njerëz që të pa interesuar në fatin e lekëve të tyre, kur një anglez i ngrihet për 1 pound në protestin, në saktu vile milionat i. Pra, aeroporti i Nartës, që u ngrit me një bazë të gabuar gjeomjedisore, shkencore, argumentuese, kundra natyrës, që mund të ngrihesh në një vend tjetër. Që bëri Narta, që bëri çmtut e Nartës, për Vlorën, le të themi për Jugun. Asgjë. Pra, kishte shumë mundësi që po të dëgjonte Zoti Rama, mund të kënaqte edhe natyrën, edhe investitorin, edhe investimin. Pa ai nuk dëgjonte gjëra të tilla. Dhe me atë natë që e bëri kundra natyrës, kundra zërit qytetar, kundra zërit ambiental, kundër financës, sepse ishte lek publik. Edhe këtë lek publik që me anë të aseteve në bankë të caktuar, ja jepte dhe ja falte një biznesmeni që s'kishte nevojë për lekët e publikut. Po donte ta bënte vetë. Jo. Ashtu e mori ai. Ashtu e ka marrë, pa lek. Pa investuar kokë leku dhe i bashkëngjitet një vepër e gja e bërë, e porsa bërë, po thuajse. Dhe në këto kushte, Zoti Rama, duke qenë mjeshtër i makinacioneve, ashtu si Allah, pa lekë Allah, apo me lekë të publikut i Allah, me lekë të publikut ja mori për t'ja falë dikujt tjetër. Dhe sigurisht është një konflikt, sepse ai ka një dokument ligjor, Zoti Pacolli, që e posedon këtë servitut, do thoshja, të aeroportit, nuk e ka më, ashtu ja llaj, ashtu ja mori. Pra, ke shumë drejt kur pyet, e shumë shqetësojnë se për mua, jo për Zotin Pacolli, shqetësojnë se është për publikun, është për qytetarët, është për poplin, është për mënyra se si menaxhohen djersa e këtij populli. Po ndonjëherë ka njerëz të mëdhenj si Orwell kur të mësojnë se si një popull nuk janë ndjen për asetet e veta, atëherë ky popull është i destinuar të vuajë. Është i destinuar të jetë i varfër ky popull. Nuk janë ndjen këtij popull. 15 kam vetëm unë që flas ç'ndodh marrëdhëniet e naftës me kompaninë Bankers. 15, 2008 sot. Në 2005 është marrë kontrata e naftës, 3 vjet është koha që ti pret që ajo të bëj përmirësimin e dukshëm apo fitimet apo të cilësit të ardhurat, nuk i bëri, duhet ikte në 2008, ajo i thelloi hapin dhe gabimin, duke shkelur mbi mjedisin, do thua që është mjedisi, po është jetik, duke shkelur mbi dignitetin e kombit, duke shkelur, duke u prishur shtëpinë banorëve, duke i varfëruar pra një kompani që nxirrte vlera monetare nga shfrytëzimi dhe nxjerrja e naftës dhe populli bëhesh më i varfër. Sa më shumë nxirrte
aq më varfër bëhesh popi siç është sot, që vdesnin 57 apo 53 vjeç me jetë mesatare. E njëjta gjë është edhe në këtë që quhet nart, një aset natyror i madhërisëm, kjo aset natyror, sepse nuk është pak narta lagun, është 5 herë më rentabël se një pyll. Dhe pylli vetë është 5 herë më rentabël se sa një fushë me grur. Imagjinoni që një lagun është 25 herë më rentabël se fusha me grur që ushqehet një popull. Pra shikoni se me çka kemi të bëjmë, jo vetëm me një lagun, po edhe me një lloj pjellorie të shtegtimi të miliona zojtje që përmirësojnë atë ekosistemin që ndodh në Shqipëri apo në mënyrë të veçantë në zonën e Nart Vlorës. Dhe këto nuk u pyetën nga kryeministri. Pra kemi të bëjmë që një popull që nuk njeh, nuk di, nuk do se çfarë asete kanë në këmbët e veta, thot George Orwelli, është destinuar të vuajë. Bile bëra dhe bashkëpunëtor dhe pjesë me krimin. Kështu që në kuptim që është nafta, është aeroporti, janë dhe shumë aseta të tjera që ky vend, ky popull nuk i vlerëson. Përplasja njërë është çështje jo vetëm politike, po edhe kombëtare. Dhe ndoshta me të drejtë zoti Kurti në Vazhdën, jo vetëm ai, po edhe Ramush Haradinaj, edhe disa udhëheqës tjerë të forcave politike të Kosovës, me përjashtim të atij që është atje në Hag, e kanë akuzuar zoti Rama. Por fjala ndoshta më e goditur, s'po them palëçolleqe, tradhira, po them pazërleqe. Të paktën të fjalë, gjithë marrëdhënia e tij me Vučić kundrejt Kosovës, paktën të fjalë ai e meriton. Pazërleqe. Dhe vetë protesta, ku duket që kur kishte bënte me UÇK, unë vajta në protest, mora pjesë për nder të luftës, për nder të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, për nder të dignitetit që tregoi kombi shqiptar në këtë luftë. Pra për shumë dignitet edhe për nder të tjera, vajta. Por isha e bindur që vajtja ose organizimi ishte pjell e qeverisë, sepse mori pjesë Edi Rama, thaj që ne e mbështesim, vetë ai ishte. Këtë e tregoi shumë mirë edhe një ushtar i UÇK-s, i cili aty merrte pjesë zoti Ballaj, merrte pjesë zonja Ogerta Manesiliu, pra menin figura si Gjoja në hije, po që ishin në ballë e në rreshtë të parë të kësaj proteste. Dhe vetë zoti Rama u dekorua në përgjigje të atyreve që po i zbuloheshin, si nga zoti Kurti, përgjigjet protestuaj, edhe nga zoti Ramush Haradinaj, në përgjigje të asaj që po i delte, që ka bërë ai, si me Ballkan të hapur apo me mini Schengenit, në përgjigje të kësaj ai doli një ushtar dhe Gjoja i fal një portretë, i fal një në emër të si shpëtimtari i Kosovës. Pra në përgjigje të asaj që ai akuzohesh, ndoshta kjo ishte edhe emri i protestës. Shpëtimtar i Kosovës. Pra nga një i akuzuar, tash ai i kthehesh në një shpëtimtar, në një Jehova, në një Jezus që ky edhe shpëtoi Kosovën, ndërkohë që është krejt e kundërta. Me çfarë po na dëgjojmë veshët, me çfarë po lexojmë, me çfarë kemi parë, sepse zoti Rama ishte ai që tha ato 3 pavërtetat e Mllati, që Mitrovica është pjesë e përbashkët, është pa zot. Ndërkohë që Mitrovica, jo historikisht kohën e viteve 1919 sot 106 vjet, po historikisht Mitrovica pjesë venalie e shqiptarëve të Kosovës. Kështu që si punë e saj ka bërë dhe shumë gafa të tjera të mëdha që kanë çuar ujë, bile ka bërë më mirë se sa politika serbe, se sa vetë Vučić, se sa gazetarët apo ata që quhen të papërmbajturit e politikës serbe për të nështruar dhe për të marrë Kosovën. Kështu që në kuptim protesta për mua ishte një organizim nga ata që ti bëjnë vetëm këta specialistat, bile në kohën e Arbënorit ishin specialistat, sot janë super specialistat se kanë kohën e Arbënorit plus eksperiencë. Pra këta janë njerëz që kanë një eksperiencë shumë të madhe, kanë pushtet ekonomik, kanë pushtet politik, kanë pushtet demagogjik, kanë pushtet bolshevik, kanë majorancë, një popull që akoma nuk po kupton dhe nuk po mëson që çfarë është duke i bërë vendit ky kryeminist.
ku ka dëbuar me shelma, e kemi thënë herë tjetër bashkë, ditën dhe natën, bile dhe natën me hen dhe pa hen, i ka dëbuar gjithë të rinë ku Shqipëria sot lëngon në moshën e tretë, lëngon nën pacient shumicë e popullsisë, gjithë pacient pothuajse. Dhe në këto kushte mendoj që protesta, jo që nuk ka ide qëllimit në atë kuptim që ne mbështesim dhe populli shqiptar mbështesin, sigurisht mbështet vetën, por protesta kishte një organizim bolshevik, kishte një frymë jo të mirë. Kishte një frymë që dinte era propagandë pëseje, propagandë shpëtimtari, propagandë që gjoja me anë të UÇK-s mbështeteshin të katër të burgosëve të Hagës, edhe pavarësisht se unë nuk e dija ose nuk besoja në ritmin e protestës, po unë vajta vetëm atë që thash për ditet të luftës së UÇK-s. Po e dija shumë mirë se çfarë organizimi dhe kujt ishte organizimi. Kështu që në kuptim zoti Kurti mund të ketë gjuna e tjera, por në marrëdhënie me pjesën e popullin e Kosovës, por në këtë rast ai është treguar dinjitos në mbrojtjen e kufive dhe nuk as ka qenë pjesë dhe as nuk bëhet pjesë sikur të çfarë shqiptarë të tjerë apo më saktë shqipfolës të tjerë, vetëm shqip flasin cati. Din të flasin shqipi, po janë pjell sa e udbashve, sa e qetnikëve serb, aq dhe andartëve grek dhe aq e politikave, të paktën nuk po them të ndyra të fqinjve, po politika jo të pastra në marrëdhënie me shqiptarët dhe me Shqipërinë të fqinjve. Dhe zoti Rama është për mua, unë sot jam i bindur, ai mase do të marrë kthesën, por nuk e merr dot, sepse ishte ai që organizoi mini Schengen fillimisht, ku me zotin Kalaja ne kemi organizuar 18 takime me elitën e gjë qyteti për të kundërshtuar mini Schengen dhe fituam. Ndërkohë u hap Ballkani tjetër, u hap Ballkani i hapur. Të njëjtin gjë kemi bërë në 20 apo 22 qytete me elita qytetare, ku kemi fituar përsëri këtë kaos. Dhe Zoti na dha të drejtën dhe të vërtetën që as mini Schengeni, as Ballkani i hapur nuk që e propagandoi zoti Rama, shqyr Zotit një, po edhe lëvizjes AISA qytetare 2 që natyrës të vendosjes të vetë popujve dhe jo të 2-3 këtyre kryeministrave sa do të mëdhenj qofshin, dhe Zoti na dha të drejtë. Pra kjo është politika e zotit Rama që do shumë nuk do mend të kuptohet dhe ishte pjesë e një organizimi, unë do thosha edhe fars të asaj proteste. Organizim fars ishte. Kishte nevojë ky popull, Tirana, ai shesh, Skënderbeu, po jo në këtë frymë. Kjo është e gjitha, kështu që nuk mendoj që protesta arriti qëllimin e saj, po pavarësisht ka ata anë pozitive, por vetëm që e bën ai më vëllai. Vetëm që bën ai nuk shkon asgjë këtu. Kaq. Vetëm që e bën ai. Profesor, ka pasur raportime kohët e fundit në media që disa kompani kryesore po përdorin qumë shpluhur për qytetarët. Këto raportimet janë më shumë vonesë, por shumë mirë që bëhen, shumë mirë që thuhen nga zëra të ndryshëm ti. Sepse kur mashtrimi do thë shumë herë, e vërteta duhet të thënë shumë herë më tepër. Ndërkohë që raporti mashtrimi me të vërtetën është ndoshta 1000 me 1. 1000 herë bëhet mashtrimi, del një person thot diçka. Bëhet 1000 herë të tjera, del një tjetër thot diçka. Është jashtëzakonisht e ulët thënia së vërtetës. Dhe unë jam nga ata që e kam vitur zërin shpesh herë, bile kam ndaluar dhe familjen time që të blej qumësh, sepse kur e mësova që në qarkun e Vlorës, nga 2003-2014 ishin 450.000 të leshta, të imta, po i quaj dele dhe në dhi, apo dhe lopë bashkë. Sot, para një viti, ishin 150.000 dhe me siguri sot janë 100.000. Pra nga 450.000, neve kemi 100.000 kafshë të tilla domestik, shtëpiake, që mund pëllojnë bulmetin në gjitha format e veta. Që do të thotë që disa kompani si Erzeni, që te disa këtë guxoj ta them, që kishte pika mbledhje në lumin e Vlorës, këto e kam mësuar kur isha ndihmoja njerëzit e Kuqit, qytetarët e Kuqit lidhur me mbrojtjen e ujit që u merresh për në pjesën te llogaras. Dhe aty mësova se si pika të shumta të mbledhjes si qumshit për kompaninë bie fjala Orlufra ose Erzeni, ato ishin mbyllur. Se s'kishin më interes, se s'kishin kushton të më qumësh. Në këto kushte,
Këta janë detyruar tani që të marrin qumësh plur nga Kina, do kenë një sasi të vogël, pra i bie nga ka 150.000, 100.000, do të thotë rreth 4 herë më pak. Do të thotë që edhe bulmeti ashtu gatohet. 1/4 bulmet vendi dhe 8/4 është qumësh i plur që merr nga Kina në krahasim me tranzit Serbin. Por ama ke Serbia do të patë kujdes i madh. Se atë që nuk kanë arritur dot ata ta shuajnë të konti me luftra, me propaganda, me zhbime, me dëbime, me eksode, atë ajo është duke e bërti nëpërmjet politikave shqiptare, filloi ku duash ti, sepse unë di që është shkarkuar një ministër në 2014 për shkak se nuk futi mielin serb, që ishte me proteina të ulta, me lagështi të madhe, që ishte për një kategori tjetër brumrash, diku biskota apo më të ulta akoma, diku për kafsh, po e gjeta, diku për kafsh. Dhe ai person që është sot në çdo media televizive si person i madh, bashkë me qeveritarin e madh, hoqi ministrin dhe futën mielin. Në bindur që njëta gjë është qumshi. Mirë që është qumësh plurë. Po unë dyshoj që në një përbërës në qumësh për dhe. Fakti që janë të panumërta sëmundjet ulceroze, tumorale, kanceroze, në mosha jo 70, 65, 60, që mund të jetë një normale për qytetarët e botës, po janë në mosha 45, 20, 35, unë dyshoj shumë që qumshi 1 dhe mielli 2 që vjen nga Serbia, pavarësisht nga origjina ku vjen nga Vojvodina apo nga Kina, jam dyshoj dhe jam mos tani bindur, sepse nuk e kam me provë shkencore, me laborator, po e kam intuit. Jam së të bëni bindur që ata edhin për bërsa që shkajtojnë jetën shëndetësore të njeriut shqiptar. Dhe në to kushte është e turshme që një kryeministër që kemi neve, në vend se të ndërtoj politika ku të shtohet interesi nga ka 150.000 dele të ishin vend 900.000, por lejoj që të ikin këta fshatar e të fshatrave drejt perëndimit, që të shesi prindi me katandi, me dhene, me dhi, që të katandiset gjithë plektoria në 100.000 frymë dhene dhi, 4 herë më pak pra, dhe do të thotë që 4 herë më shumë qumësh plur në kilën e qumshit apo të kosit ton. Dhe ti e ble dhe unë e kam ndaluar familjen time që të blej qumsh e kosë nga supermarketet, se është e dhimbshme di se s'ka pikën e erës së kosit natyror. E ka dhe jemi kos natyror, kos kështu e tjera, por nuk ka pikën e erës kosit. E sigurt, ke që vjen kur ke edhe djatin të tilla. Dhe vetëm shpëtim për mua, për qytetarët, është një produkt që ti mund ta blesh direkt në fshat. Ke dhia mundësisht. Ajo nuk trazohet, e nuk përzihet kurrë. Te dhia ti, qoftë gjalpi, qoftë djati dhis, qoftë qumshi dhis, ke njerëz të besuar që e kanë shtëpi në Malti. Dhe në këto kushte është shumë e dhimbshme që këtë popull e kërcënojnë nga gjitha drejtimet. Nga gjitha drejtimet. Do nga ushqimet, që është pluri, qumshi plur, apo mishi, apo bulmeti, apo mielli, do nga marrëdhëniet gjuhësore, do nga marrëdhëniet historike, do nga marrëdhëniet e ekzistencës, e vetë ekzistencës të popullit, e kërcënojnë më bëjnë. Jam të gjithë on blok për të vrarë atin e tyre, që është populli shqiptar, atin dhe amën e tyre. Pra, në to kushte, qeveria shqiptare në vend se të bëj këto pallate grattaciela 58 kate, këtu ke Dika, apo të bëj 100 kate, 200 kate, 150, aty ke sheshit Skënderbeu mbrapa operës, ajo mund të ndërmarrë politika se si të shtohet popullata e krerëve, por në mënyrë që të shtohet cilësia e shëndetit të qytetarëve të saj. Këtë duhet bëhet. Dhe për këtë bën ti pallatet 100 kate kur ti ke 100.000 apartamente bosh, ku tu ka nikur 1.200.000-300.000. Për këtë bën ti këto? Ku do të dalësh ti më vllai? Mos do të bësh ti parësim dytë, mos do të bësh ardhen në kuptimin e jo të mirë të fjalës e çifutëve që kanë ëndër një territor si Shqipëria, mos do të zgjidhësh ti problemet e Indokinës apo të Bangladeshit apo të Pakistanit, ti zgjidhësh ata për ta zhdukur të këmbë këtë racë. Kështu që unë dyshoj shumë dhe kjo unë dyshoj e them me terezi, e them me diplomaci, po unë jam i bindur që politikat e zotit Rama janë për të zhdukur të këmbë. Pastaj se si të përdorin fjalën, se si ka njerëz nuk bindën akoma, është këtë jetë.
Po e ardhma do vërtetoj atë që tha George von Hansi në 1854 kur ishte në Athinë, tha me këtë persekucion që u bëhet gjuhës shqipe dhe shqiptarëve në Athinë, do shikoni se pas X vjetësh edhe i llogaristej. Sot 100% që flasin shqip. Pas 10 vjetësh me këtë persekucion 10% më pak. Dhe arriti që pas 100 vjetësh atje e kishte të izoluar dhe të mbyllur ose të vrarë ata njerëz që flisin gjuhën shqipe në Greqi. E njëjtë gjë duan dhe këta që punojnë që nëse atëherë duheshin 100 vjet, sepse jeta ecën më ngadalë, tani me anë të elektronikës jeta ecën shumë herë më shpejt. Edhe ndoshta për 10 vjet ata mund të arrijnë qëllimin e tyre, por unë besoj ke Zoti lart. Se Zoti ka thënë që Shqipëria mos të prishët. Profesor, ju e keni pas lavdruar shumë byrekun shqiptar, por kohët e fundit keni pasur disa kritike. Pse ka ardhur kjo? Ke shumë të drejti. Vjet fjala byrek, vjen nga fjala burro fresco, që është gjalpi. Edhe ka një shprehje zona e veriut tek neve, që neno dua byrek. Edhe i thot nena që s'kam burro fresco, biroj, thot. Pra, nëse ka një shprehje, nëse nuk ke burro fresco, nëse nuk ke gjalp, mos bëj byrek. Pra, dhe fjala byrek vjen nga fjala burro. Gjalpi, burro fresco. Fjala burro e gjalpi vjen nga fjala që bën delja, bërbër. Nga tingulli onomatopeutik, bërbër që bën delja, vjen bariut, vjen baresha, vjen bares, vjen burro, gjalp, burro fresco. Që të gjalpi a gjithmonë i freskët. Dhe me gjalp të freskët bëhet byreku. Por në kushtet e sotme, ku në çdo lloj byrektore, jo vetëm Tiranë, po kudo në Shqipëri, shikon enë për teneqeje me margarinë 20 kishe, 10 kishe, e cila margarina o dashi qytetarë, o popull, o njerë, që të mësuat kurve. Merri me qata profesor Guri që kam lexuar, ai shumë libra se shumica juaj ka lexuar gërmat. Edhe kur diskutondi, ma gjona pëjodi, kur diskutondi një qytetarë, tha profesor Guri që mali të morit vajti janë i potre, po e ka libri më, se thash unë. Edhe duan dhe talenti, bëjnë që kështu, që kjesënditi, që tha kyme djallë. Top ignorantit. E ka qku të unë balë, jam ignorant. Kur atje lexohet në libër dhe shkruhet, që Harry Potter shkoi në South East of Albanian të merrte energjitë karikore të mënyrë që ta shpëndante fëmijëve energjinë që rimerrte në malin e nuk thoshte mal të mori, por South East of Albania. E njëjta gjë, ky gjalp margarine, gjalp nafte e gjeta, gjalp nafte, margarina e bërë nga nafte. 4-5 fish më i lirë se sa gjalpi burro fresco. Po ndërkohë është ka 150 herë apo 45 herë më i ndotur apo më i dëmshëm se sa një ushqim tjetër normal. Kështu që ky gjalp margarine që mbush të gjitha byrektorët shqiptare, kur nuk bën vaki që dikush bëj, pak të bënte dy forma. Njërë për këta varfanjakët në mendje, nuk po them varfanjakët në lek, por në mendje, le ta bënte me gjalpi margarinë, le të shkojnë ku të shkojnë ata, po jam unë që dua të bëjmë byrek për shpejtësi. E dua me gjalp freskët 100 lekë më tepër. 200 lekë më tepër. E dua unë pra. Nuk e njohin ti. Vetëm gjalp margarinë, ndërkohë e ka të ndaluar me ligj që s'duhet përdori gjalp margarinë në byrek. Dhe pra përdori gjalp margarinë. Dhe kontrolli i kësaj që quhet AKU-ja, gjoja thua ti që këta kujdesen për qytetarët, kontrolli është i tmerrshëm. Absolutisht se ka një ndalesë apo një thënie apo një veprim të AKU-s që thojë që ky gjalp ose një shpjegim, të paktë një shpjegim, që mene qytetarë, po ta disa më që është margarinë, produkt nafte, petrolium, petrolifere, që qatë dushti pra. Është rëndë shumë ti. Që ty të nge, unë të paktën ajo që, jo se u shem kush e di, po të paktën u shem pastër. Dhe kur ndonjëherë që ka qelluar që kanë përdorur 24 orë, nuk kanë ngesë në kryk, vaj margarinës, e nuk më ikën dot as me çdo lloj gjëje tjetër më pas, do 24 orë a 48 orë të më tretet kjo mbetje. Sepse e kam mësuar trupin me vajra të pasur, diku udhi, vaj udhiri, diku vaj kerpi, diku vaj farezes, antioksidant, diku vaj lini, po që është nga më të mirat, vaj lini,
jo se kam lek, po di që ha pak, përdor pak, edhe përdor me cilësi. Për të kompensuar gjitha gabimet që mund të vinë nga ushqimi i shpejt, që ti e merr në situatë caktuar diku në rrugë, diku në indirekt, që sigurisht njeriu merr ushqime të gabuara gjatë ditës, po të paktën të përdorë, i them, mallkuara i prindi, që nuk i siguron dot fëmijës vaj udhirit, të paktën. Them vaj kerpi, vaj linje, vaj parazes, po vaj udhirit. E gjunati që një bim 5.000 vjeçare në Shqipëri, që i bie një person, minimumi ka 10 rrenjë ulliri, për frymë, një personi ka 10 rrenjë ullirit. Dhe nuk dua të hyj në marketingun e produkteve tjera të vajit. Po nuk mund të them që në përgjithësi është vaj pushke. Në përgjithësi vaj që vjen, jo udhi, është vaj edhe për push nuk bëndi. Edhe shqiptarët e përdorin prapti. Për çfarë? Për 1.000 lekë më lirë, 5 litroshi. Është të mërshme. Edhe një prind që nuk i siguron dot fëmijëve këtë gjë është të mërshme dhe e dhimbshme. Por duke shprehur për paq, po flas për të kauz, për të çështje, duke shprehur ngushëllimet nga më të mëdha e më të sinqertat për familjen, edhe shpirti u preft në paqe gjyqtarit, pa diskutim, pak e një fjalë vet, po dua që mos është diskutuar ai shumë sa nuk dua ta ngas më këtë. Se çfarë ndodhi me gjyqtarin, le të themi është një anë medalje. Le të fokusohemi ke ajo që ngelet detyrim ndaj këtij vendi, ndaj institucioneve shtetërore, ndaj qeverisë, ndaj politikave shqiptare, ndaj mediave. Pra, le të flasim për marrëdhënien tjetër. Pra, marrëdhënia e parë është e paparshme, është pa aq vepër kriminale, pa aq vepër makabre, ju prep shpirtin paqe, në çfarë lloj mënyre zot vinte aty çështja. Kjo është një anë. Tamam siç ka dy anë çdo lloj gjë, monella ka dy anë. Ka shkapën, ka dhe leku. E tham që është leku. Le të themi që është pjesa tjetër. Pra, kemi të bëjmë që nga ky terren i krijuar në 35 vjet në marrëdhënie me pronat, që shumë vetë thonë që mallkuar qoftë Sali Berisha, por mallkuar qoftë politika shqiptare. Sepse po që për Sali Berisha ishte Ramiz Aliaj, ishte Nanua, ishte Berisha, i cili po e kishin, ose doni që të vinin në zbatim atë që quhet politikat që doli nga një qytet polak, që quhet që neve do bëjmë sikur t'ju japim tokat, ekonomi, po do ja marrim prapë atyre. Pra, kjo politikë që ndarja e pronës u bë mbi baza bolshevike, që asnjë pronar nuk e gëzon dot pronën e vet. Unë jam një nga ata që nuk marr dot pronën time 35 vjet, pronën e si nga nëna dhe nga babai, edhe jam akoma në agjendat se si degdisem dhe si gënjehem në mënyrë spektakolare ti nga avokat. Spektakolare më gënjen një avokat që jam vet, më gënjen ti. Pa pikën e turpit, më gënjen, le ta dëgjoj, po doj. Po në ana tjetër unë jam dëshmitar i kalvari, seanca gjyqësore, ku shteti volli dokumentat, humbi dokumentat. Dhe ne humbëm seancë në lidhje me disa ece në zonën e Dibrës, dhe ne humbëm gjykatën e shkallës parë për shkak se nuk kishte dokument. Në apel pasandaj ne kërkuam me ngulur që të gjendet dokumentin, sepse dokumenti ishte thelbi për cilin ti diskutoje, që heci është ky këtu, apo ku këta e kishin ndjellur dokumentin, humbur dokumentin, grisur dokumentin dhe e çonin ecin, e çonin ja 5 kilometra më tutje. Pra, ti diskutoje për dëmin atje ku bëhesh, në qytetin e Dibrës, në Setë, grupin e Setës, ndërkohë që objekti ishte quar nga shteti, nga avokatët e shtetit, nga prokurorët e shtetit, nga institucionet e shtetit, ishte quar 3 kilometra më larg. Edhe në gjykatën e shkallës parë humbur për shkak se mungonte dokumenti. Në gjykatën e shkallës dytë e fituam për shkak se gjyqtari, mund ja përmendemi, zoti Dvorani, u bë si pull poste apo si rrodhe derisa arriti mos gjej dokumenti, po gjeti gjurmët që ky dokument ka pas ekzistuar në korrik të 2015-s dhe nuk ekzistonte më në shtator e lartë të 2015-s. Dhe ne fituam gjyqin. Pra, gjëra të tilla në Shqipëri janë pafund që kanë ndodhur. Pastaj, kur ti shikon në gjykatë shkallës parë, dytë kthehesh mbrapsht,
Kur ti unë kam gjyqe të tjera, edhe personale, po edhe në ndihmë të komuniteteve. Janë gjyqe që kërkojnë 1 minutë fituara shkallë parë dhe kërkojnë 1 minutë gjyq në shkallë apeli. Edhe këto nuk bëhen. 1 minutë përse është gjyqe shumë i lehtë, shumë i sigurt. Qytetarin më ignorant të marrësh nga rruga është një gjendje që ta thoj me atë intuit në vetë. Jo më që janë ligjet që ekzistojnë. Dhe nuk bëhen këto gjyqet për të dhënë drejt qytetarit. Në të kuptim, nëse e mbledh këtë kalvar vuajtjesh të qytetarëve, mbledh shpeshherë pa shpirtësinë e politikave të shtetit. Shpeshherë mbledh që për veten e tyre i zgjidhin gjërat, këta që janë në marrëdhënie të larta shtetërore institucionale, i zgjidhin gjërat lehtë, sepse është treguar rasti se si dikush mori pronën e vet për 1 vit, ndërkohë që un kam 35 vjet që nuk e marr. Sigurisht që shkon mendja të kaloj në situata të tilla. Por nga gjithë kjo zallamai e vendit, e kombit, e shtetit, del një arritje që a e qon universi atë, a e qon karma atë, a e qon a është një përmbledhje shumatore e vuajtjeve të tyre 2-3 milion shqiptarëve, pra. Këtë nuk e diti. Po diçka ndodh në mendjen e shumë njerëzve, po të paktën e një personi që reflekton dhe tregon në mënyrë të tillë të papërmbajtur veten, deri në aq më tepër që ishte një jurist, aq më tepër që ishte i shkolluar, aq më tepër që ishte një djalë që e mendonte që nga kjo vjen kjo, pra. Nuk ishte se u nxe, i dolën këto paskubilitetet, i dolën nga mendja, i doli instinktiviteti, pra. Pra ai ishte organizuar në vetvete, se ndërtet edhe priti. S'dua ta justifikoj. Por aman ditë tendi që është politika shqiptare shumë e ullëti, në një lloj deregjeji që nuk ta zgoja ta thuash, që ka përgatitur terrene të tilla, le të themi terrene me gjemba, të tilla, me gjemba të panumërta, të pafundme këto gjemba, diku vjedhje, diku humbje, diku pa të drejtë, diku rishfet, diku korrupsion, dhe kur mbledh to të gjitha, vjen një moment dhe vjen një ditë e një shpëtimit e një personi, pra ky person nuk ngrihet nga vetvetja, ngrihet nga një bazament i krijuar në këto 35 vjet edhe në këta mijëra miliona shqiptar që kanë pasur të njëjtin fat të tij. Kështu që në kuptim, sigurisht ta ndaj në 2 fjalë thjeshta, nuk e justifikoj kur atë që bëri, po ndërkohë politika shqiptare, pjesa e gjyqtarisë, pjesa e prokurorisë, unë kam vuajtur vetë. Do të vënë gjyqi kokës, pra ta mbaroj fjalimin me ata. Unë kam vuajtur se si shtëpinë e bler, kur nuk bleva dot parkingun, edhe prokurori në 2009 e kisha dhe kolegë pedagog. E mori shtëpinë, e vuri me fraksion. Ishte parkingu me fraksion 134 shtëpia, fraksion 1 parkingu. Që unë nuk e bleva dot parkingun për 10.000 euro. Nuk e bleva. Ndërkohë që u vu parkingu 134 dhe shtëpia u vu fraksion 1, do të thotë që ishte një qëshitje 2 herë shtëpisë. Po ishte prokurori që bëri atë. Po isha ai që isha unë, pra, që e fitova gjyqin, pra. E fitova me 2 seanca. Specialisht një fjalë ligjin tregova shkaqet e dokumentat si askush tjetër. Shtëpia e bler me dokumenta nga banka, nga personat që imobiliare, me kumfan që mësillë dhe dokumentat e lekëve që ke bërë, e si i ke bërë. Edhe solla 16 faqe nga Progressive Bank, që ishte atëherë 2009, se cilat ishin pa patur të tilla transakcione që bëhen sot, nësa unë i bëja që atëherë. Aq i rregull kam qenë me veten dhe me shtetin. Dhe gjyqi e fitova seancën e dytë, por si punë e kësaj, janë me qindra që është shitur shtëpia 2 herë. Kurse nuk është pjellë e këtij mekanizmi i organizuar në mënyrë perfekte, i organizuar. Kështu që edhe e ta mbyll është që duhet parë të paktën ishte si ishte, u bë që u bë, po duhet parë ajo rasti se si gjyqtaria, prokuroria, shteti, të gjitha marrëdhëniet institucionale juridike të rregullojnë marrëdhëniet së pari midis vetes dhe së dyti midis vetes edhe qytetarëve. Kjo është gjë.